Përshëndetje, kam filluar një rubrikë të re për të gjithë ju që jeni të interesuar të mësoni informacionet e jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me nëndërgjegjen tuaj dhe të gjitha këto zbulimet i zbulojnë kodet e dritës, do me thënë numri, dita e lindjes së plotë që jeni lindur ju. Do mësoni shumë informacione dhe t'i vini në zbatim. Në të njëjtën kohë, kush është i interesuar dhe i pëlqejnë këto informacione dhe do të bëjnë ndryshimin e jetës së tij, mund të kërkojë artën e plotë të kontratën e shpirtit që ka bërë para se të zbriste në tokë. Shpërndajni këto video dhe me njerëz të tjerë. Bëni regjistrimi këtu në TikTok, Flutra me Fat 333 dhe në YouTube. Regjistrohuni, komentoni si ju duken, në të njëjtën kohë a ju pëlqejnë të bëjmë dhe ndërrim energjie dhe në të njëjtën kohë që ta nxjerri dhe YouTube më lart videon që ta shikojnë dhe njerëz të tjerë. Mund ta shpërndani në rrjetet tuaja sociale, shikoni dhe datat që kanë lindur njerëzit tuaj më të afërt, shokët, shoqet dhe të shikoni vërtet që çfarë karakteri kanë, pse sillen kështu, çfarë bllokimesh kanë, do ndihmosh veten tënde të parë, ta bësh jetën më të lumtur, më të lehtë, por në të njëjtën kohë do ndihmosh edhe njerëzit tënd që ti kuptosh pse ajo sillet kështu. Le të fillojmë me ditën e lindjes tuaj. Shikojeni mirë, pse dhe çfarë gënjeshtra i thoni vetes në bazë të ditës të ditëlindjes. Do ta shikosh përshkrimin në YouTube, prandaj bëj regjistrimin në YouTube dhe do shikosh dhe atje tek komenti i parë do shikosh dhe përshkrimin e plot. Le të fillojmë atëherë. Në qoftë se je lindur në datën 1 të çdo muaji, gënjeshtra që i thoni vetes është të duhet të jem gjithmonë i fortë ose e fortë. E vërteta është që ke të drejtë të çlodhesh dhe të kërkosh mbështetje. Gjithmonë në këto informacione japim atë që është, po japim dhe zgjidhje. Dhe është në dorën tënde të bësh ndryshimin. Data 2, nëse jam i butë, do më shkelin. E vërteta është që butësia jote është fuqi dhe jo dobësim. 3, je lindur në datën 3 të çdo muaji, atëherë gënjeshtra jote është duhet të jem gjithmonë i gëzuar që të më duan. E vërteta, edhe dhimbja jote meriton të ketë vendin e tij. Në datën 4, vlera ime vjen duke vetëm nga puna dhe sakrifica. E vërteta e Zotit, e shpirtit tënd është ti ke vlerë edhe kur pushon. Dhe këtu shikohen, ja, në qoftë se je lindur në datën 4, atëherë shikon që vërtet lodhesh dhe bën sakrifica, këtu shikoni dhe ndryshimin. Dhe shiko të bësh atë ndryshimin, që ti meriton edhe kur dhe dhimbja dhe ato që pranon dhe dhimbjen edhe atë frikën. Data 4 e tham vlera ime, data 5, liria do të vijë kur ik nga gjithçka. Do të thënë, nëse je lindur në datën 5 të çdo muaji, je person që largohesh nga dhimbja, nga sakrificat, dhe sepse kur ik, nga të gjitha këto kujton që ti do kesh liri. Po e vërteta është që ato ne duhet t'i shikojmë dhe jo t'i ikim. E vërteta është liria fillon brenda teje. Data 6, jam përgjegjës për lumturinë e të tjerëve. Shumë e fuqishme kjo gënjeshtër. Dhe e vërteta është se cili mban barrën e vet. Dhe ne në Shqipëri e kemi mësuar të gjithë këtë që kemi mbajtur përgjegjësinë të prindërve, të pararsve dhe këtë që po them është dhe unë nga ana personale që kam bërë, por në të njëjtën kohë dhe të gjithë ne në Shqipëri e kemi bërë sepse pa dashur na u dha kjo përgjegjësi si fëmijë dhe e morëm që të ndihmonin prindrit tanë. Po e vërteta është që sikush ka barrën e vet dhe në bazë të analizës të artës të shpirtit me kodeve të dritës,
Çdo njeri ka fatin e tij, ka talentet e tij, profesion që duhet, ka karmën e tij, ka fuqinë e shpirtit të tij, të dhënë nga Zoti dhe ne nuk jemi ata zotrit që hymë në vendin e Zotit që t'i shpëtojmë. Personat e lindur në datën 7 thonë që duhet të kuptoj gjithçka para se të jetoj. E vërteta është, jeta nuk pret analiza, alla thotë jetoj jetën, jo të presësh. Data 8, vlera ime matet me suksesin dhe paratë. Do më thënë, njerëzit e lindur në datën 8 thonë ku kam paratë dhe sukses, atëre jam i vleshëm, jam e vleshme. Dhe e vërteta është që shpirti yt nuk ka çmim, do më thënë, ke një shpirt të madh dhe në shpirti nuk ka çmim. Ne kemi ardhur për shpirtin këtu, nuk kemi ardhur të jetojmë jetën materiale vetëm. Jo se të mos i pranojmë. Personat e lindur në datën 9 thonë, gënjeshtra që i thonë vetes është duhet të shpëtoj të gjithë. E vërteta është, nuk je këtu për të flijuar veten tënde për të tjerët. Do më thënë, shikojni ku ju jeni bërë shpëtimtarët e të tjerëve dhe mos më thonë, më shkruani në vërtetësh kështu dhe më thuaj historinë tënde që vërtet i je kështu t'i ndajmë të gjithë së bashku. Në qoftë se ke turp t'i bësh komentimin atje, ju kam thënë që do fillojmë një rubrikë të re dhe më dërgoj historinë tënde në email Merita Cake, si që shikon, papaqja të anës si që është gmail.com. 10, je i lindur në datën 10, duhet të kem gjithmonë kontrol, thoni juve të datës 10 dhe i thoni gënjeshtra vetes, do më thoni jeni njerëz që qëndrojnë kontrol dhe vërtet është dorëzimi sjell paqe. Kur ti ja jep Zotit, ja jep jetës të bëjnë gjithçka sepse ke ardhur për diçka dhe sado që të rezistosh, sado të lodhesh, nuk mund të realizosh asnjë gjë vetëm, por vetëm do lodhesh kot. Dhe do them dhe datën 11, askush nuk më kupton vërtet, thonë personat e lindur në datën 11, i thonë gënjeshtra vetes, dhe vërteta është, fillo duke kuptuar veten ti, do më thënë, analiza e artëve dhe këtyre informacioneve të jashtëzakonshme të jep atë që është, po të jep dhe zgjidhjen. Prandaj, të themi dhe 12 dhe do ta mbyllim këtë dhe do t'i shikoni ju të tërë në përshkrime, në përshkrim të shikojmë, a mund t'i vej këtu në TikTok, po në të njëjtën kohë do ta gjeni këtë video në YouTube dhe në atë komentin e parë do gjeni për të tëra ditët. Data 12, vuajtja më bën më shpirtëror, do më thënë këta njerëzit duan vetëm të vuajnë, do më thënë jam në rolin e viktimës. E vërteta është, gëzimi është po aq shpirtëror, do më thënë gëzo, jeto, që të mundesh të jetosh. Datë të tjera do t'i gjini, ju thashën, në përshkrimet, më shkruani a ju pëlqyen dhe në të njëjtën kohë në qoftë se doni ndihmë që të mund t'ju ndihmoj që të dilni nga kjo gënjeshtra që i thoni vetes dhe të lidhin me të vërtetën e shpirtit. Jam Merita Cake, terapiste energjetike, mentore, trajnere, shkrimtare, mësuese e zhvillimit personal dhe e zgjimit kolektiv. Mund të punojmë me analizën e artës të shpirtit, të kontratës të shpirtit, që është shumë e rëndësishme për ty, të dish të vërtetën tënde dhe gjithçka që ke ardhur dhe ke firmosur atë kontratë këtu në tokë dhe në të njëjtën kohë mundet ta punojmë më vete për të gjitha ato pengesat që i ke bërë vetes deri tani, të mbyllim dhe karmën, të lidhesh me misionin e shpirtit dhe jeta jote do të ndryshojë. Gjithashtu jam këtu si udhëheqëse e sistemit përfaqësik transformues 333, një metodë që punon me plagët, me zhgënjimet, me idhërimin, me gjithçka që ne si njerëz në Shqipëri kemi vuajtur deri tani, që të lirohesh nga plagët, nga zhgënjimet, nga idhërimet e familjes tënde dhe e paraardhësve, gjithashtu edhe e tokës shqiptare, e vendit tonë dhe del nga e gjithë sistemi dhe nga matriksi me mënyrat më të thjeshta. Metoda ka, vetëm ti a je gati të bësh ndryshimin tënd. Më ndiq dhe shpërnda videon për më tepër. Ju dua shumë, ju falenderoj. Të dhëna do t'i gjeni këtu në video dhe kudo.